Surja El Kamer, Mekase, 55 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. U afrua ora dhe u qa hëna, e me gjithatë sa herë që shohin do një mrekulli, ata kthen kurrizin dhe thonë: kjo është në vazhden e magjive të tij. Ata e mohojnë të vërtetën dhe pasojnë dëshirat dhe tekat e tyre për çdo gjë që është e caktuar. Sigurisht që atyre u kanë ardhur histori për t'i prapsuar nga e keqja, një urtësi e përsosur, por paralajmërimi nuk u bën dobi. Prandaj, largohu nga ata o profet, deri ditën kur do t'i thras lajmëtari në diçka të tmerrshme. Me sy të përulur, do të dalin nga varret, sikur të ishin karkalesa të shpërndar duke shpejtuar drejt lajmëtarit. Atëhere mohuesi do të thonë: kjo është ditë e vështirë. Para tyre i ka përgënjeshtruar shenjat tona populli i Nuhut. Ata e quanin gënjeshtar robin ton Nuhun, i thoshin i çmendur, e pengonin dhe e kërcënonin. Kështu ai i u lut Zotit të vet: unë jam i mundur, andaj më ndihmo. Dhe ne i hapëm dyert e qiellit me ujë të rrëmbyeshëm dhe i shpërthyen burimet e tokës, e u takuan ujërat për një qëllim të paracaktuar. Ndërsa Nuhun e bartëm në një barkë të ndërtuar prej dërrasash dhe gozhdësh, e cila lundronte nën sy tanë, si shpërblim për atë Nuhun a.s. i cili u mohua. Ne e kemi bërë atë si shenjë, por a ka kush që ja vë veshin? E sa i tmerrshëm që dënimi im pas paralajmërimeve të mia. Vërtet, ne e kemi bërë Kuranin të lehtë për t'u kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe fisi Ad e quajti gënjeshtar të dërguarin ton, por sa i tmerrshëm që dënimi im pas paralajmërimeve të mia. Ne u dërguam atyre në një ditë fatkeqe, një erë të stuhishme të pandërprer, e cila i nxirrte njerëzit sikur të ishin trungje të shkulura hurmash. E sa i tmerrshëm që dënimi im pas paralajmërimeve të mia. Vërtet, ne e kemi bërë Kuranin të lehtë për t'u kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe fisi Themud i përgënjeshtroi paralajmërimet tona. Ata Themudasit thanë: vallë, a të ndjekim një njeri nga mesi ynë? Atëherë do t'ishim vërtet në rrugë të humbur dhe të çmendur. Vallë, vetëm atij mes nesh t'i dërgohet shpallja? Jo, ai është gënjeshtar mendjemadh. Të dërguarit ju tha: nesër do ta marrin vesh ata se kush është gënjeshtari mendjemadh. Ne po u dërgojmë deven për t'i sprovuar. Andaj ti, o Sali, priti ata dhe bëhu i durueshëm, dhe lajmëroj ata se uji do të ndahet ndërmjet tyre e deves, dhe çdo vakt do të shihet me rend. Por ata thirrën shokun e tyre, i cili e mori dhe e theri. E sa i tmerrshëm që dënimi im pas paralajmërimeve të mia. Ne dërguam mbi ta një ulurim të vetme, e ata u bën si sana e coptuar në pleme. Vërtet, ne e kemi bërë Kuranin të lehtë për t'u kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe populli i Lutit nuk i besoi paralajmërimet. Ne dërguam një stuhi gurësh mbi ta, duke hequr familjen e Lutit që e shpëtuam në agim, fal mëshirës sonë. Ja kështu ne i shpërblem ata që falenderojnë. Në fakt, Luti i paralajmëroi ata për fuqinë e dënimit ton, por ata i vunë në dyshim paralajmërimet. Ata i kërkuan t'u dorëzonte mysafirët e tij, por ne u averbuam syt e u tham: shijoni dënimin tim,
tani që e dëgjuat para lajmërimin tim. Dhe të nesërmen në mëngjes, ata i goditi dënimi i përhershëm. Shijoni dënimin tim, tani që e dëgjuat para lajmërimin tim. Vërtet, ne e kemi bërë Kuranin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe njerëzve të faraonit u patën ardhur para lajmërimet, por ata i mohuan të gjitha shenjat tona, andaj ne i mbërthyem ata ashtu siç dënon i plot fuqishmi dhe i plot pushtetshmi. Vallë, jo besimtarët tuaj janë më të mirë se këta popull të shkatëruar më parë? Apo ju keni ndonjë paprekshmëri në librat e shpallur? Vërtet, thon ata, ne jemi grup i pathyeshëm. Së shpejti do të thyhet grupi, dhe secili prej tyre do t'ja mbath. Madje, ora e kiametit do të jetë takimi i tyre, dhe ora do të jetë më e tmerrshme dhe më e idhët. Pa dyshim, keqbërësit janë të humbur në këtë jetë dhe do të digjen në zjarr në jetën tjetër. Ditën e gjykimit, ata do të tërhiqen me fytyrat e tyre në zjarr e do të thuhet: shijoni zjarrin e xhehenemit. Vërtet, ne çdo gjë e kemi krijuar me mas të paracaktuar. Ne urdhërojmë vetëm një herë dhe vullneti ynë përmbushet sa çele mbyll syt. Ne tashmë i kemi shkatëruar të ngjashmit me ju në mosbesim. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Çdo bë me tyre është shënuar në librat e engjëjve që regjistrojnë veprat. Çdo gjë, e madhe a e vogël qoftë, është shënuar në Leuhi Mahfudh. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të jenë në kopshtet e xhenetit ku rrjedhin lumenj, në kuvendin e së vërtetës në xhenet, tek një sundues i plot fuqishëm.